të vazhdojmë në qendër, në pjesën A me të njëjtin etazhitet. Në përputhshmëri me harta zonore. Fatmirësisht, Komuna Klinës tani ka 2 dokumente të rëndësishme të planifikimit hapësinor, mbi bazën e të cilave edhe janë të parapara ndërtimet e larta. Në zonën A, zona qendrës së qytetit, lejohen B plus P plus 10 kate. Ndërsa zona B, që është në perëndim të zonës A, lejohen ndërtime B plus P plus 6 kate. Ndërsa në pjesën tjetër të qytetit, lejohen ndërtime të larta B plus P plus 4. Me hartën planin zhvillimor komunal, të cilin e kemi aprovuar para 2 muajsh dhe ka hyrë në fuqi, realisht na obligon që ta revidojmë edhe hartën zonale, edhe pse ka afat deri në vitin 2028. Unë e vlerësoj si të rëndësishme që të vazhdojmë në qendër, në pjesën A me të njëjtin etazhitet, B plus P plus 10, ndërsa në pjesën tjetër të qytetit do të shkojmë të parashojmë lartësinë B plus P plus 6 plus 9 kulë. Dhe sigurisht në qoftë se gjatë hartimit të hartës zonale ka, sepse edhe ndërtuesit i paraqesin shqetësimet e tyre për koston, për fitimet e tjera, unë e mendoj që ky është vizioni im për qytetin e Klinës. Në qoftë se kërkohet ndërtime më të larta, sigurisht që kërkohen edhe studime specifike sismike për shkak të shumë parametra të tjerë, të cilët duhet ta sqarojnë edhe lartësinë e katëve. Po për këtë e kemi edhe nëse po thunë nëse lejon kërkohen kate më të larta, me çfarë kushte ti kishe leju kate më të larta? Me çfarë kushte? Vetëm me studime specifike të sheshëve sismike që përkotësoh fatkeqësisht nuk janë kry shumë, është kry vetëm për Gjilanin. Do të thonë s'ki me lana se s'kryen çto studime. Jo, pa u kry, sepse ajo jep zgjidhje në kuptimin e shumë parametra të tjerë, siç është efekti rezonues, i cili mund të rrëzojë objektet për shkak të kushtit të trollit dhe. A kena i financues të fushatës tonë që është ndërtues? Jo. Kandidat për asambleje që është ndërtues? Jo. Mirë, po shkojmë tutje zotin Bashota. Në përputhshmëri me harta zonore, a keni me ndru hartën zonale? A keni me ndru? Harta zonale mund të mundru? Po harta zonale bëhen me dëgjime buxhetore, bëhen me ekspert. E ju çfarë drejtimi keni me dhënë? A doni me ndru, a s'doni me ndru? Hartën zonale? Jo, hartën zonale nuk mundaj na me ndru tani për tani, por ne do të bëjmë një revidim. Do të bëjmë një revidim. Do të thonë ndroni. Çaj ndrim. Veç po na intereson se kol vizioni juaj si kandidat për kryetar. Çfarë vizioni ki? Sa kat e kishe propozu maksimum me u lanë më ndërtu në Klinë? Po, unë mendoj se Klina tashmë në aspektin e shtrirjes së objekteve, në aspektin horizontal e ka të pamundur, patjetër se duhet më dhënë mundësia për shkak të rritjes së numrit të popullsisë edhe në aspektin vertikal. Por gjithmonë në popullshmëri duke mos e prish rritje në numrin e popullsisë prej matjes së fundit popullsisë, keni rritje në numrit popullsisë? Jo, nuk ka rritje të numrit të popullsisë në komunën e Klinës, përkundrazi ka një rami, por Klina është të populluar më shumë me qytetar të ardhur nga fshatrat përreth. A keni financues të fushatës juaj që është ndërtues? Jo. Kandidat për asamble? Jo, më sa di unë besoj që. Shkojmë tutje, zotni Rusta, plani juaj për planifikim urban në Klinë. Është mirë që Komuna Klinës i ka të miratuara edhe hartën zonale dhe planin zhvillimit lokal, por zakonisht duhet respektuar ligji, duhet biseduar me qytetarët aty ku ndërtohet. Une në mandatin tim, nëse qeverisim me Klinën, cili do që merë lejen për ndërtim, spaku në objektin që do të ndërtoj, duhet ofruar 30% hapësirë gjelbruse, dhe është edhe në hartë zonale që gjdo 100 metra katror të objektit të ndërtuar, duhet se paku të ketë një parking për 2 vetura. Kjo do të ishte një zhvillim më i mirë për Klinën, gjendja aktuale në Klinë shifet nga njëherë edhe nga lartësia se dallon
disa objekte nuk e kanë lartësinë e ndërtimit të njëjtë, por besoj që në mandatin që do ta qeverisim, gjithçka do të respektohet në bazë të ligjit, në bazë të hartës zonale dhe planin zhvillimor lokal. Sa kat do t'i lejoni ju, nëse vini në pushtet? Maksimum? 6 plus 2 katët me lokale aferiste. 8? 8 katë. 8. Cila zona 8 kat do t'lejoni? Cila zona? Pa sigurisht zona A, veç gati është në bon ndërtimi i klinës në zonën A, por në pjesë tjera ku ka hapësirë, që tashti po ndërtohet aty banorët merren vesh mes veti për të liruar objektet e tyre private dhe në ato për të ndërtuar objekt ndërtimit të lartë. Zënur Leza i tha që ka zona që dejnë 10 kat lejon. A e ndroni ju që kriter, sepse tha 8 kat? Nëse ka atë pjesë të ndërtuar në 10 kat, nuk mund t'ja prish estetikën qytetit që të ndërtohet objekti. Po, veç parës të dejnë 8, për që ata mu po më intereson që a i bënë qytetit që janë dejnë 10. Pjesa që është nuk ndërtu atje, besoj që është 8 katëshe. Po tha që është 10 katëshe. Veç e lejon edhe 10. Mirë, këtë regom asamblejist, a ki në listë që janë ndërtus? Jo, përbesi kom gjithë profesionit të arsimit, njerëz kulturës, nuk kom mirë, finansus të fushatës që është ndërtus? Jo, absolutisht. Faleminderit. Arben, koha juj për zhvillimin urban. Zona urbane mbuluar me planin rregullues urban në Klinë, përfshini sipërfaqe prej 577.92 hektar, që evidentohet si zonë urbane. Andaj ne mendojmë se sipas planit zhvillimor komunal, i cili e definon edhe çështjen e ndërtimeve dhe të zonave të ndërtimit, tek ndërtimet të larta është fjala, ne jemi për respektimin e ligjit, por sipas studimeve të mundshme nga ana ekspertëve të urbanizmit, ndërtimtarëve dhe sipas ndonjë studimi të mundshëm që mund bëhet, mund edhe të revidohen këto nëse nuk paraqet rrezik për qytetarët e komunës së Klinës dhe normalisht nëse nga dezimet qytetare, nga këto projekte që vazhdohen para revidimeve ose rregullimeve të hartave zonale kur i kalon afati ose planit rregullues, nëse nuk parashihet se qytetarët rrezikohen, edhe mund të revidohen edhe të ndryshohen normalisht. Sa kat keni me leju me u është e përcaktuar tash me plan zhvillimor komunal kjo gjë. Është, Arben, po mundet mundru planin zhvillimor. Unë thash, nëse